Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotri, përshëndetje të dashur miq, ja ku po takohemi sërish në kanalin Monitor TV, këtë herë për të sjellur pranë jush ngjarjet më të fundit dhe në fakt reagimet e para të familjarëve për këtë dasëm kaq të bukur. Unë sinqerisht prisja që motra e Gjestit edhe motra e Eglit të ishin prezente në këtë eveniment, të ishin prezente në këtë dasëm, por ndoshta produksioni me të drejtë nuk i ka bërë pjesë të këtij formati që të mos japin ndonjë informacion, që të mos sjellin ndonjë informacion nga jashtë, por të ruajnë gjithmonë atë vlerën serioze që ky format ka. Dasma e mbrëmshme ishte shumë e bukur, ku për herë të parë pas një takimi që pati herën e parë me Eglin, motra e saj, ka reaguar për herë të parë natën e mbrëmshme në momentin e dasmës. Ajo thot kështu: pas kurorëzimit të dashurisë mes Eglit edhe Gjestit brenda shtëpisë së Big Brother VIP, nuk kanë munguar emocionet as jashtë saj. Motra e Eglit, e cila e ka ndjekur me përkushtim rrugtimin e saj në shtëpi, ka reaguar përmes një postimi në Instagram, duke ndarë disa momente të bukura të dasmës së çiftit. Ajo ka shkruar një dedikim të shkurtër por me shumë domethënie në mbështetje të motrës së saj. Unë jam e lumtur kur ti je e lumtur, duke e shoqëruar postimin me një tag për Eglin në Instagramin e Eglit. Domethënë familja në këtë rast e Eglit Tako ka bërë të mundshme që të pranoj apo të mbështet në fakt dashurinë e Gjestit edhe të Eglit, por çuditërisht e njëjta gjë nuk ka ndodhur tek motra e Gjestit. Për shembull, Blerina Kelmendi, në këtë rast motra e Gjestit, nuk ka reaguar as pak për dasmën dhe nuk ka nxjerrë qoftë as një lloj video dhe as një lloj postimi në Instagramin e saj privat. Nuk e ka mbështetur fare dasmën dhe nuk ka komentuar fare. Ndoshta familja në këtë rast e Gjestit akoma nuk e quajnë si një dasëm të vërtet dhe akoma nuk e quajnë si një moment zyrtar të vëllaut të saj, të familjes së tyre. Domethënë unë prisja në fakt, kështu siç reagoi familja e Eglit, prisja që të reagojë në këtë rast edhe familja e Gjestit, por reagim nga motra e Gjestit akoma nuk kemi. Në qoftë se do të kishte reaguar dhe do ta pranonte Eglin si nuse, do ta kishte pranuar që në momentin kur dasma u bë dhe do të kishte nxjerrur një fotografi të vllaut të saj duke ja uruar të paktën martesën me Eglin, ashtu siç ka bërë motra e Eglit në këtë rast, që ka marrë disa fotografi nga momenti më i bukur i dasmës, ku Egli është e veshur me fustanin e nuses dhe një fotografi duke u puthur bus më bus me Gjestin dhe ka uruar dasmën, e njëjti mesazh apo e njëjta gjë nuk ka ardhur nga ana e familjes së Gjestit. Por gjithsesi unë mendoj që edhe ato e kanë aprovuar me gjithë shpirt këtë marrëdhënie. Blerina ka qenë ajo e cila ka falenderuar Rozanën, ka falenderuar Livjen, ka falenderuar atëherë Eglin për përkushtimin dhe për respektin që kanë bërë ndaj Gjestit dhe për të gjithë dashurinë që po bëjmë për të. Unë mendoj që Egli është një gocë e merituar për Gjestin, dhe është një gocë fantastike, sepse edhe në natën kur Gjesti ishte keq pas shëpullës së Jozit dhe në shumicën e rasteve duhej të shkonte në dhomën e rrëfimit për të takuar me mjekët dhe për të vazhduar mjekët ta ndjekin gjendjen e tij shëndetësore, kujtoj nga dhoma e surprizave gjatë momentit të darkës në orët e vona të natës, Egli Tako është kthyer nga kamera duke i thënë nënës Sebahat dhe babait jeton që mos u mërzisni derisa unë jam këtu, Gjesti është shumë mirë, do të kujdesem për të siç jam kujdesur gjithmonë dhe ju mos ta keni fare merak shëndetin e djalit tuaj. Do me thënë, zemërmirësia e Eglit në këtë moment edhe zemërgjërësia dhe dashuria e saj për Gjestin të i kalon më shumë se kamera dhe mendoj që ka qenë shumë transparente në pjesën e familjes së Gjestit dhe uroj që dhe familja e Gjestit ta kenë të pranuar këtë vajzë ashtu siç në këtë rast familja e Eglit e ka pranuar, sepse ishte dyshimi tek familja e Eglit nëse e pranojnë, por familja e Eglit e pranuan me shumë krenari, kështu që mbetet vetëm familja e Gjestit tashmë të japin një dritë të gjelbërt për këtë marrëdhënie.